Dy banorët e Big Brother VIP Kosova 4, Limi dhe Dolce, kanë arritur edhe një herë të jenë në epicentër të vëmendjes, duke ndezur diskutime të shumta vetëm pak minuta para nisjes së spektaklit të shumëpritur prahimin të së premtes. Në një nga hapësirat më të komentuara të shtëpisë, dhomën e makiazhit, dyshja shkapu nga kamera duke shkëmbyer një puthje të ngrohtë dhe plot ndjenja. Një moment intim që u transmetua menjëherë tek publiku dhe u kthye në një nga skenat më të përfolura të mbrëmjes. Pamjet tregojnë Limit dhe Dolcen tërësisht të përqendruar te njëri tjetri, të qetë, të afërt dhe pa u ndikuar nga prania e kamerave apo e banorëve të tjerë përreth. Gjuha e trupit, afrimi fizik dhe mënyra se si komunikoni mes tyre lanë të kuptohet qartë se mes tyre nuk bëhet më fjalë për një flirt të thjeshtë, por për një lidhje që po merr formë serioze brenda shtëpisë. Ky afrimitet i hapur duket se është një zgjedhje e vetëdijshme nga ana e të dyve, të cilët nuk po përpiqen më ta fshehin marrëdhënien e tyre nga syri i publikut. Ajo që e bëri këtë moment edhe më të ndjeshëm dhe emocionalisht të ngarkuar ishte prania e Albës, ishe dashurës së Limit, e cila ndodhe në të njëjtën dhomë gjatë gjithë skenës. Alba u pa duke i vëzhguar herë pas here me bishtë të syrit, ndërsa shprehjet e fytyrës së saj u interpretuan nga publiku si shenjë xhelozie, mërzia apo një përballje e brendshme emocionale. Kamerat e shtëpisë nuk e lanë këtë detaj pa fokusuar, duke e kthyer reagimin e saj në pjesë integrale të narrativës që po ndërtohet rreth trekëndëshit Limi, Dolce, Alba. Menjëherë pas transmetimit të këtyre pamjeve, rrjetet sociale shpërthyen me komente, reagime dhe analiza të shumta nga ndjekësit e formatit. Disa prej tyre shprehen hapur mbështetjen për lidhjen mes Limit dhe Dolces, duke e cilësuar si një raport të natyrshëm që po lind brenda një eksperimenti social siç është Big Brother VIP. Të tjerë ndërkohë u fokusuan te pozita e Albës, duke diskutuar se sa e vështirë mund të jetë për të përballet çdo ditë me ish partnerin e saj në një lidhje të re, në vëzhgimin e vazhdueshëm të kamerave dhe publikut. Ky episod ka rihapur edhe një herë debatet mbi ndikimin emocional që krijojnë lidhjet romantike brenda shtëpisë, veçanërisht kur në lojë përfshihen ish partner dhe ndjenja të pasgjidhura. Shumë ndjekës janë shprehur se kjo situatë pritet të sjellë tensione të reja, përballje direkte dhe diskutime të forta gjatë prahimeve të ardhshme, duke e bërë lojën edhe më dinamike dhe të paparashikueshme. Përndryshe, Dolce dhe Limi kanë qenë ndër banorët më të komentuar të javës, pasi janë parë vazhdimisht në momente intime, biseda të gjata gjatë orëve të vona dhe afrimite të hapur në hapësira të ndryshme të shtëpisë. Sjellja e tyre ka ngritur pikpyetje tek banorët e tjerë, por edhe tek publiku, mbi ndikimin që kjo lidhje mund të ketë në strategjinë e tyre të lojës dhe në raportet me pjesën tjetër të shtëpisë. Ndërkohë, Alba vazhdon të jetë një nga figurat më të ndjekura në këtë histori, pasi çdo reagim apo deklaratë e saj shihet si thelbësore për të kuptuar se si do të evoluojë kjo situatë në ditët në vijim. Trekëndëshi Limi, Dolce, Alba pritet të mbetet një nga temat kryesore të diskutimit në Big Brother VIP Kosova 4, duke garantuar emocione të forta, surpriza dhe zhvillime të reja që do ta mbajnë publikun të lidhur pas ekranit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.